Profesor, fitore dhe mbijetesë e Tiranës, sa të kënaqur jeni që ndihni? Patjetër që jemi të kënaq, edhe nga performanca e gjithë këtyre 9 javëve, por edhe sot kërkonim që të mos shkonim play-out. Dhe këtë ja arritëm, edhe sigurisht që pas tonë ndeshjet e fundit me skuadra që janë në kreun e klasifikimit. Pra ndeshje vështirë, por e kishte edhe pak më të lehtë sot, sepse nuk ishte presioni javët e kaluara. Nëse javët e kaluara kishin presion të madh për rënien direkt, kurse këtë ndeshje ishin pak më të lirshëm dhe i thash lojtarëve që ta shijojnë ndeshjen dhe të shijojnë ambientin. Një paradoks i madh, një ekip që ka shkëlqyer por javë të tëra, ndërkohë që akoma deri sot flitet për mbijetesë. Ne kam thënë në intervistë të tjera që kemi bërë maksimum, kemi bërë pikët e maksimumit, por ndodh që edhe kundërshtarët marrin pikët. Edhe gjithmonë llogarit na dilin gabim, se thonim nëse fitojmë të ndeshje do të kemi pak më reati, por ja arritëm në fund dhe për këtë jam i kënaq, sepse realisht këtij klubi të madh nuk i shkon për shtat ky pozicion dhe që të shkonin play-out. Që ndoshta herët po ta menduar, por ka një projekt Tirana për sezonin e ardhshëm. Ne kemi bëj fazë të mirë dhe kemi dalë nga ajo që e thash edhe dje në intervistë, kemi shman katastrofën, sepse nuk e meritojmë këtu. Për këtë mbështetje të madhe nga nga tifozët, që edhe sot e pa sa të pranishëm ishim, që do të qetësohemi, do të rrim pak, sigurisht që themelet janë.